falënderimet i takojnë Allahut Azza wa Jall, atë e falenderojmë, i kërkojmë ndihmë Allahut prej të keqes së vetes sonë dhe punëve tona. Atë që Allahu e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kush e humb, atë që Allahu e lën në humbje, nuk ka kush ta udhëzojë tjetër veç Tij. Dëshmojmë se s'ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, i cili është i vetëm dhe i pashok, dhe dëshmojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Thot Allahu në Kur'an: o ju që keni besuar, keni frikë Allahun, pra ruajuni dënimit të Allahut me një devotshmëri të vërtetë, me një përkushtim të vërtetë, e mos vdisni vetëm si musliman, o ju njerëz, ruajuni Zotit tuaj, i cili ju krijoi nga një palë vetme. Prej saj krijoi palën tjetër, e nga ata të dy, pra Ademi dhe Hawa, dy njerëzit e parë, jo nga majmunët, Zot na ruaj, as nga derrat, Allahu na ruaj ne dhe popullin ton, po nga Ademi a.s. dhe Hawa. Nga këta të dy më vonë edhe shumë burra dhe gra dhe kanë vazhdu, e do të vinë deri ditën e Kiametit. Kjo ka për qenë, nuk ndryshon. Keni frikë Zotin tuaj me emrin e të cilët bëni be, ruajini farefisin, lidhjet me farefisin. Dijeni se Allah është mbi ju. Gjithashtu thot Allahu: o ju që keni besuar, keni frikë Allahun, Zotin tuaj, dhe thoni fjalë të drejta, të sakta, që Allah t'ua rregulloj punët tuaja, t'ua fal gjunahet tuaja. Kush i bindet Allahut dhe të dërguarit të Allahut, ka fituar me një fitore mjaft të madhe. Para se të fillojmë hutbën besimtar, ndoshta edhe nga herë që harrojmë ose nuk e dim, ditën e xhuma, qoftë hutbja apo falja, kanë rëndësi të madhe dhe janë obligim. Pra dëgjimi i fjalimit në ditën e xhuma. Kështu që nuk i lejohet besimtarit që është në xhami që të luajë me diçka tjetër. Qoftë libër, të lëviz nga vendi, të flas shokut, të luajë me telefonin, të luajë me tespit, me çantën, por duhet përqendrohet sikur të ishte namaz edhe gjatë hutbes. Mos na shkojë dëm, pra pjesëmarrja jon, falja jon, keni kujdes vëllezër, mos ta humbini shpërblimin. Kemi folur në hutbet kaluara rreth profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe do të flasim sot edhe me lejen e Allahut edhe në hutbet e tjera, sepse të flasësh për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam është shumë e rëndësishme. Është shumë e rëndësishme sidomos sot në ditët tona. Sepse ai është modeli perfekt i përkryer që na ka sjell Allahu Azza wa Jall. Ai është modeli që ne duhet të ndjekim. Atë që ka besuar ai të besojmë. Atë ibadet adhurim që ka bërë ai, atë duhet bëjmë. Atë sjellje që ka pas ai, ashtu duhet sillemi. Ato koncepte që ka pas ai mbi jetën në këtë botë dhe ato të botës tjetër, ato duhet përvetsojmë dhe ne. Kurse si nuk ka muslimani shëmbulltyr tjetër në këtë dynja përveç profetit. Qoftë ai dhe babai i tij, e jo më për shembull fundërrinat e njerëzimit. Absolutisht. Prandaj edhe ne muslimanët duhet ta ngulisim mirë këtë. Muhammed Rasulullah. La ilaha illallah, nuk ka të adhuruar tjetër veç Allahu. Pra muslimani ka Allahun parin, Muhammed Rasulullah, Muhamedi është i dërguari i Allahut. Mbaron çështjen. Allahu na ka sjellë si mësues, si edukator, si shëmbulltyr, si udhëheqës, si drejtues, Muhamedin alayhis salatu wassalam. Ai vën vet ligjet, Zoti. Nuk ka ligje të tjera veç ligjeve të Zotit. Dhe atë na ka sjellë Zoti përmes Muhamedit alayhis salatu wassalam.
Prandaj ne duhet flasim shumë për Muhamedit alayhis salam. Në gjitha aspektet e tij. Për gjithë jetën e tij, për gjithë çka bëri ai dhe la trashëgimi për ne. Aq më tepër në ditët tona, ku njerëzit e kanë humbur shumë busullën dhe kanë shkuar shumë larg, kanë degraduar, Zot na ruaj. Edhe ta qush emancipim, degradimin dërëgjet më funit ku nuk ka. I kemi ra shumë në qafë, pak si tepër, majmunave dhe derave, që janë të çrregullt, që janë të ndyt edhe janë të pisët. Pas ka më keq. Nuk e bëjnë ato. Ato që bëjnë disa lum nga lumi njerëzor, Zot na ruaj. Normal, kur hum Zotin, kur hum profetin, rrugën e profetit Zotit, kur hum fenë e Zotit, ligjin e Zotit, kjo pritet. Prandaj është shumë e rëndësishme që të flasim për profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ne folëm në hutbet kaluara për nisjen e profecisë, se si profetit ton Muhammed i erdhi lajmi nga Zoti, i erdhi shpallja nga Zoti, i erdhi në ajetet e para të Kuranit nga Allahu azza wa jall. Se si domethënë ai e pranoi dhe ja përçoi këtë disa nga shokëve të tij dhe vazhdoi kështu për 3 vite me radhë në fshehtësi. Për shkak të vështirësisë që kishte ky mision, se gjendej në një shoqëri shumë ignorante, shumë e lidhur me idhujt. Imagjinoni popull që adhuronte gurët, statuja, i kishte për zota, madje të vriste për to, nëse ti ja shaje, ja ofendoje, ja hidhje poshtë. Mos pyet pastaj për aspektet e tjera të degradimit të tyre. Kështu që profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, fillimet e tij i ftoi njerëzit në fshehtësi. Deri pas vitit të tretë. Në vitin e tretë, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pas i mori garanci nga xhaxhai i tij Ebu Talib, që ai do ta mbronte gjithë jetën e tij, do t'i dilte në krah. Atëherë kur mori këtë garanci, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam shkoi aty në kodrën Safa, e cila është një kodër pranë Qabes. Nuk i ka më shumë se 200 metra. Aty nga ajo kodër kur ai shihte mirë sheshin e Qabes dhe sheshin ku mblidheshin zakonisht paria e Mekës, krerët e fisëve të Mekës. Po edhe aty ku vinin dhe shumica njerëzve. Doli profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam sabah herët, mëngjes herët. Dhe thiri me zë të lartë, shkumbues me zë të lartë fort, bërtiti shumë. Ja sabaha, bërtiti shumë fort. Edhe nëse bërtisje me këto fjalë tek arabët apo banorët e Mekës në këtë orë të mëngjesit, pra mëngjes me këto fjalë, patjetër që kishte diçka shumë të madhe. Diçka e rrezikshme po vjen. Dhe zakonisht ky ishte alarm lufte, që një ushtri është duke ardhur dhe do sulmoj banorët e Mekës. Kështu që njerëzit sapo dëgjuan këtë zë, domthon shumica shpejtoi që të vijë aty në shesh, të dalë pranë Safas. Dhe ai që nuk dilte dot vet, dërgoi një nga familjarët e tij. Po pastaj kur e dëgjuan dhe zërin që ishte zëri i Muhamedit alayhi salatu wasalam, që ishte personi gati më i lartë, më i nderuar, më i respektuar me nxitun. Pa hezitim, gjithë shumica erdhën dhe u mblodhën. Pasi u mblodhën, i tha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai para jo vetëm që i thirri me këtë thirrje, po i thirri pastaj dhe me fise ose me barqet e fisëve Quraysh, sepse ato ishin shumë barqe, pra u ndanë shumë fise të tjera, fejsi Quraysh. Dhe i thonte: o Benif, o bijtë e Fihrit, o bijtë e Adiut, o bijtë e Abdushemsit, o bijtë e Abdul Menafit, o bijtë e Hashimit, o bijtë e Abdul Muttalibit, pra i thirri gati
të gjithë fiset e Mekës, me qëllim që të prezantonin gjithë njerëzit, sa më shumë njerëz. Edhe kur erdhën, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i tha: "Nëse unë do t'ju them që pas këtij mali këtu është një ushtri që po vjen drejt jush t'ju sulmoj, a do të më besonit? Pra se po vjen një ushtri edhe do ju sulmoj, a do të besonit?" Pra gjithë pa përjashtim thanë: "Nuk kemi provuar kur gënjeshtër prej teje, pra kur s'na ke gënjur, gjithmonë na ke thënë të vërtetën. Ma jarrabna alejka kadhiban, ma jarrabna alejka illa sidqan." Asnjëherë, gjithë Meka profetit Muhammed deri në këtë moshë, pra në moshën 40 vjeçare kur erdhi profecia, i thonin Al-Amin, besniku. Nuk ishte njëri Mekë që mos ta donte, ta respektonte. Nuk ishte njëri Mekë që mos i besonte atij, që është gjërat më të çmuara, gjërat më me vlerë, pasuritë e tyre më të shtrenjta, ja besonin Muhamedit tani, se e dinin që ishte besnik, ai ishte Amin. Kështu që thanë një zëri gjithë, nuk dole askush thotë që jo po gënjen. Gjithë thanë, ti nuk e gënjur kur, ti gjithmonë na ke thënë të vërtetën. Pasi që mori prej tyre këtë vërtetim, dhe aty vëllezër zere se kanë ardhur gjithë njerëzimi, sepse domethënë në Mekë, arabët ai ishte njerëzimi kryesor. E çfarë do thotë kjo? Që normal, po të kishte jetuar profeti Muhammed në shoqëri të tjera, po ky person do të ishte, edhe po të njëjtat fjalë dhe merita dhe po të njëjtën vërtetim do të mirte, që ai është i sinqert dhe nuk gënjen. Do ndalim ke kjo cilësi se është shumë e rëndësishme. Tha pastaj profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam: "Unë tha ju tërheq vërejtjen për një dënim të rreptë dhe të dhenshëm nga Allah." Pra ju tërheq vërejtjen për dënim prej Allahut azza wa jall. Pra keni kujdes o njerëz, se unë jam profeti i Allahut. Unë kam marrë nga Zoti i Madh. Nëse ju do jeni akoma në këtë ignorancë, larg besimit pastër me Allahun azza wa jall, ta adhuroni këto idhujt e rrem, idhujt e kot, jeni në këtë degradim besimit dhe në këtë degradim të moralit dhe nuk do të ndryshoni, nuk do të ndiqni mua si profet, unë u tërheq vërejtjen se ju pret dënim i ashpër për Zotin. Pra filloj me, më do thot dikush, direkt me kërcënim, edhe ti sot e hoq, normal, sepse kur flet Allahu azza wa jall me kërcënim, është mrena për gëzimi. Do të thot që nëse bën të kundërtën, ke përgëzim nga Allahu. Kush e ndjek profetin, do shpërblehet. Dhe kjo është e qartë. Kështu që duhesh në këtë vend patjetër këto fjalë të ashpra, me qëllim që profeti Muhammed t'i dilte hakut si themin e tyre njerëzve, që dhe ditën e gjykimit ata dhe po të tjerë si ata, mos thonë që ne nuk dinim gjë. Po nuk e dinim se është kaq e vështirë kjo punë. Po nuk e dinim se është kaq keq ky xhehenemi. Nuk e dinim që Zoti dënoka, që çeka e ashpër. Po si nuk dënon Zoti? Allahu ka dhënë, ka krijuar, ka dhënë gjitha mirësitë. Ti e përbus, ti në çmon, ti sikur se ekziston. Pastaj pret që mos marrësh dënim nga Allahu azza wa jall. As me Kur'an, as me libra, as me logjik, me asgjë. Allah thot: "Nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim, wa anna adhabi huwa al-adhabul alim." Thot njoftoj robërit e mi, se un jam falësi, mëshirë ploti, ka shumë mëshirë Allahu, ama lajmëroj gjithashtu ata se dënimi im është i dhëmshëm. Dënimi i Allahut për jo besimtarë, dënimi i Allahut për njerëzit e këqij është i dhëmshëm. Allahu na ruaj. Pastaj i thirri profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Pasha Allahun do të vdisni sikur flini, e do të ringjalleni në ditën e gjykimit siç çoheni nga gjumi. Por do ishte lehtë sikur të ishte vetëm vdekja o besimtar.
Po problemi është se njerëzit nuk është se do vdesin edhe kaq mbyllet historia. Po do vdesin dhe do ringjallen, do dalin para Allahut. Po si do dalin? Me punët e tyre që kanë punu me këtë dynja, me besimet e tyre të sakta apo të kota, me ato punët e mira që do t'i shpërblej Allahu besimtarët e mirë, ama nga ana tjetër, ata që kanë qenë të devijuar, për ta është xhehenimi, Allahu na ruaj. Prandaj profeti Muhammed pastaj i drejtohet gjithëve. Ofisi i Ka'b ibn Luay me radh i thret një nga një. Shpëtoni vetet tuaja, shpëtoni, unë po ju tërheq vëretjen. Pra siç po mund vi kjo ushtria, do vi dënimi i Allahut së shpejti. Siç mund vi kjo ushtria tani afër, do vi dënimi i Allahut, shpëtojeni veten. Largohuni nga ajo që ju dënon në këtë botë, në botën tjetër. Unë nuk kam mundësi, unë nuk kam asnjë gjë në dorë. Profeti Muhammed nuk ishte Zoti, ishte njeri. Ai kishte vetëm lajmërimin, lajmëtar i Zotit, i dërguar i Zotit, profet. Nuk kam dorë asgjë për ju. Dhe i thet një nga një, madje thret edhe fisin e tij të afërm. Edhe xhajallarët e tij, thret edhe hallën e tij Safien, thret edhe bien e tij madje Fatimen. I thot, o Fatime, bia e Muhamedit, kërko prej pasurisë time çfarë dush ti. Po unë nuk kam dorë asgjë. Kështu që shpëtoje veten nga zjarri i xhehenimit duke ndjek rrugën e Allahut azza wa jall. Pse e sollëm të ngjarje besimtar? Kjo është ngjarje shumë e rëndësishme, jo vetëm për këto fjalë që thash unë, por që ka brenda një aspekt shumë të rëndësishëm në çështjen e profecisë. Që ta ndash një profet nga një njeri i zakonshëm, duhen shumë faktorë, fakte, shumë argumente. Një nga argumentet më të forta dhe më të fuqishme që paraqitet në këtë ngjarje është sinqeriteti i profetit ton Muhammed. Vërtetësia e profetit Muhammed në fjalë. Vërtetësia e profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo me dëshminë e armiqve më të mëdhenj të tij, kundërshtarëve të tij, Mekasit. Ata e refuzun që ai ta pranojnë si profet. E refuzun ftesën e tij në fillim. Ama ata nuk thanë që je gënjeshtar. Përkundrazi, thanë kur s'ke gënjy. Ti gjithmonë ke thonë të vërtetën. Ky është argumenti më i madh që profeti jon Muhammed është me të vërtetë profeti i Allahut azza wa jall. Dhe këtë sinqeritet të tij del pa në shumë ngjarje të tjera. Madje profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam e besonte si të sinqert, e pranonte si njeriu të sinqert që thot vërtetën dhe që duhet besu edhe njeriu që e shihte më herë të parë. Që nuk e kishte jetuar. Mirë këta se normal, Meka si 40 e sa vite me profetin Muhammed. Normal që do ta njihnin si të sinqert dhe besnik, e jo si gënjeshtar. Por imagjino një person sa vinte për herë të parë që e shihte, sa po e shihte e vërtetonte që ai ishte i sinqert. Siç është ngjarja me Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Salam, besimtar, ishte një nga dietarët e Beni Israilve. Pra ishte një nga dietarët e jehudëve, çifutëve të Medinës. Po ishte dietar i sinqert, mundoi gjente rrugën e Zotit. Mundoi që të ishte në rrugën e Zotit, njeri i pastër. Kështu që kur dëgjoi për profetin Muhammed, edhe që njerëzit po dalin ta presin, tha dhe unë shkova me njerëzit që ta shihja. Po ta shihja kush është? Është profet apo s'është? Kështu që thot sa po e pash thot profeti Muhammed. E dallova që fytyra e tij nuk ishte fytyrë gënjeshtare. E dallova që fytyra e tij nuk është fytyrë gënjeshtari dhe tha fjalët e para që dëgjova prej tij, ayuhan nas afshu salam wa at'imu at-ta'am wasilu al-arham wa sallu bil-layli wan-nasu niyam tadkhulu al-jannata bisalam. Thot fjalët e para që dëgjova nga profeti Muhammed, thot o njerëz, përhapeni selamin, pra përshëndeteni njëri tjetrin me selam, me paqe. Dhe ushqeni të tjerat ata që janë të varfër, që s'kan mundësi të ushqehen. Edhe mbajini fort lidhjet pa e fisnore. Edhe faluni natën që të hyni në xhenet paqësisht. Ky person
e pranoi profetin Muhammed dhe hyri në Islam, vetëm se e pa, në moment që e pa që nuk është fytyrë gënjeshtare, nuk është gënjeshtar. Madje vetëm me të dëgjuar fjalët e profetit Muhammed, pati shumë njerëz që e vërtetonin të cilësitë të dërguarit tonë, që ai ishte i sinqert, nuk ishte gënjeshtar. Siç është rasti tjetër me një personazh tjetër që është Dimam al-Azdi. Ky Dimam al-Azdi, një person nga fiset e Yemenit, erdhi në Mekë, po nuk ishte se ishte person i thjesht fare, pa ishte i pari i fisit nga vendi i tij, por gjithashtu ai kishte edhe një aftësi tjetër, pra që ishte u këndonte themi ne njerëzve, apo u frynte njerëzve, apo i bënte yshtje, edhe shërohesh. Sepse e kanë pas arabët një pjesë të kësaj që ne quajmë në gjuhën të ta rukje, apo yshtje. Edhe kur erdhi në Mekë, ato me dialektit e Mekës, me njëherë thanë që ky Muhamedi është i çmendur, ky ka lajthit, ky nuk është në rregull. Ky, domthon, duke se ishte edhe njëri i sinqert, nuk ishte, edhe kështu që mendoi me vetën ky, tha, me që unë shpesh herë ka bo Zoti që me të knumen time ose fryrin tim janë shëruar njerëz, po shkoj edhe herë ky person, se mbase e shëron Zoti prej meje. Edhe shkoi tek profeti on Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i tha, o Muhammed, unë jam tha raki, pra unë fryje, tha, edhe Zoti ka bë sebet që shumë njerëz janë shëruar prej meje. Kështu që atë të lexoj diçka thot që të shërohesh. Atëherë profeti Muhammed ja priti direkti. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Të që ne e themi çdo hutbë, të fjalim. Po kur i ngjoi ky person të fjalë, masi e mbaroi profeti Muhammed tha, përsërit edhe herë, e përsërit. Përsërit edhe herë, 3 herë domun. Ai shumë u mahnit ky person nga këto fjalë, që tha përsëriti edhe herë, domun 3 herë rresht. Dhe tha, i kam dëgjuar fjalët e fallxorëve, magjistarëve, poetëve, po nuk kanë fjalë më të bukura thot, se këto fjalë që po ngjoj prej teje. Pasha Zotin thot, këto domun arrin thellësitë e deteve. Edhe pra e pa se këto nuk janë fjalë gënjeshtari, një fjalë që nuk është në rregull, një fjalë të një çmenduri, apo magjistari, apo fallxori, apo poeti. Po janë fjalë madhështore. Kështu që tha më jep dorën që t'ja besën pra në Islam. E pranoi Islamin, i tha profeti Muhammed edhe për popullin tënd. Po thot, dakord, edhe për popullin tim. Pra se populli i tij e ndjonte shumë këtë person. Në moment që ai do i thonte që duhet ta pranoni Muhamedin si dërguari i Allahut, sa ai është i sinqert, nuk gënjen dhe është profet i Zotit me të vërtetë, edhe unë e kam pranuar dhe ju do ta pranoni. Kështu ndodhi. Gjithë populli i tij, fisi i tij domon, e pranoi Islamin për këtij personi. Radiallahu anhu warda. Pra imagjinoni, ai që jeton me të, që ka jetuar gjatë me të, e vërteton që profeti Muhammed ishte i sinqert. Ai i cili e shihte dëshmonte sinqeritetin e tij. Ai që dëgjonte fjalët e tij edhe ishte prezent, dëshmonte sinqeritetin e tij. Madje edhe ai që dëgjonte fjalët e tij nga larg, pa qenë prezent, dëshmonte sinqeritetin e tij. Imagjinoni Heraklion, vëllezër. Herakliu ishte mbreti i romakëve ose i europianëve, mund të themi sot, në lindjen e mesme, sepse në atë kohë romakët e kishin Palestinën, edhe ai ishte jo vetëm mbret perandor, po ishte edhe i dishëm. Ai në atë dialogun që pati me Abu Sufjanin, që në atë kohë ishte armiku më i madh, më i betuar kundër Muhamedit alayhis salatu wasallam dhe Islamit, ai tha, a ka gënjy në një herë ky përpara se të pretendonte këtë që ka pretenduar, domethënë që është profet? Tha Abu Sufjani, jo, tha. Fundi tha ai, nuk ka mundësi tha që ai të lejë gënjeshtrën ndaj njerëzve edhe të gënjej për Zotin. Një person që nuk gënjen njerëzit, nuk gënjen në emër të njerëzit, si mund gënjej ai në emër të Zotit? Që thot Zoti po më thot kështu, Zoti më ka çu këtë lajm, Zoti më ka çu këtë urdhër,
Zoti më ka thënë për këtë, për atë. Pra e kuptoi, e pranoi Herakliu vetëm pa e pa profetin Muhammed, pa i gjuaj drejt për drejt, po me fjalët që i çun i komunikum. Po kështu është e njohur dhe ngjarja me Abu Xhehlin, vëllezër. Abu Xhehli që ishte Firauni i këtij ummeti, më i keq. Kur një nga nipët e tij i thot o dal. Po Muhamedi a është gënjeshtar kështu që nuk po e pranojmë ne? Pra, ai po thotë që është profet. A mos është gënjeshtar që ne nuk e ndjekim? Tha, ngjotha, biri im. Tha, Muhamedi tha, nuk ka gënjy kur ishte i ri, tha. Tani tha që po i dalin thinjat gënjej për Zotin e tij. Pra njeriu sa po kalon mosh, kur bëhet akoma me i pjekur, ai nuk ka gënjy në rini, si mund gënjej pra kur është i... Po atëherë, tha, o birim, tha, ne tha, fisi i tyre, pa Beni Makhzum, edhe fisi i profetit Muhammed, Beni Hashim, ishim garë me njëri tjetrin. Kush e kush të bëjnë me punë të mira lavdëruese, që të sytë e njerëzve lavdërohen. Dhe gati shkonim si ato dy kuaj që janë finisht, po janë gjithmonë barabartë. Mirë po doli për e tyre tani që thot një person janë profet. Si mund të arrim të ne? Kishin problem me lavdin. Pra kush ishte më i lavdëruari? Kush ishte më i famshmi? Ky e penalizoi këtë faraon domosht, të njëri kaq keq që të pranonte profetin Muhammed. Jo se akuzonte profetin Muhammed si sinqer, si gënjeshtar. Prandaj thot Allahu: "Fa innahum la yukadhibunak, walakin adh-dhalimuna bi ayati Allahi yajhadun." Ata nuk përgënjeshtrojnë ty, o Muhammed, por zullumqarët refuzojnë ajetet e Allahut. Pra. Ato mohojnë Allahun, dalin kundër Allahut, se e dinë që ti je i vërtet dhe nuk gënjen. Gjithashtu një aspekt tjetër që e përforcon sinqeritetin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe e bën gati të pamundur që ti ta akuzosh me asnjë fije të gënjeshtrës, është e njohur domosdoshmërisht që një person gënjeshtar nuk mund vazhdojë një kohë gjatë gënjej ky. Gënje 1 vit, 2 vjet, 10 vjet, 20 vjet, 23 vjet. Asnjë nuk e zbuloi. Nuk i doli këtij asnjëherë një gënjeshtër. Nuk e shpëtoi një gënjeshtër. Gënjeshtari sado që ta mbuloj personalitetin e tij, do vinë një moment që ai do gënjej. Jo vetëm ndoshta me fjalë, po edhe me shenjat e fytyrës, mimika, do e tradhtoj. Është e pamundur që mos shfaqet kjo te gënjeshtari. Prandaj thot Allahu Azza wa Jall për munafiqët hipokritët: "Walau nasha'u la araynakahum fala araftahum bisimahum wa la ta'rifannahum fi lahni al-qawl wallahu ya'lamu a'malakum." Po të duam ne, do t'i shfaqim ty ata, pra hipokritët, gënjeshtarët që hiqen si besimtarë dhe nuk janë. Dhe ti do t'i njohësh ato nga shenjat e tyre, pra nga mimika, nga lëvizjet, nga tjera. Edhe ti madje mund t'i njohësh ato edhe nga shkarjet e gjuhës tyre, ku i shket diçka. Pra munafiku sado që ruheshin, i shkiste, i rrëshqiste diçka. Pra gënjeshtari patjetër që sado që të mbulohet do të duket, ama profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam kur nuk kishte i tillë. Gjithashtu fakt tjetër që e mbështet sinqeritetin e plot profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam është se gënjeshtari, nëse do ketë mundësi, supozojmë gënjej gjithë njerëzit, nuk mund gënjej veten e tij. Ai nuk mund gënjej veten e tij gënjeshtari. Gënjeshtari e din që po mund gënjej të tjerët, po jo veten e tij. Si është kjo? Si ta kuptojmë këtë? Allahu Azza wa Jall i drejtohet profetit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilayk min rabbik, fa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas inna Allaha la yahdi al-qawma al-kafirin." O ti i dërguar, komunikoje atë që të zbriti ty prej Zotit tënd. E nëse ti nuk e bën,
dije se nuk e ke komunikuar dërgesën apo shpalljen e Allahut. Dhe dije gjithashtu, pra mos ke frikë, vazhdo në këtë mision, se Allahu do të mbrojë prej njerëzve. Pa i jep garanci Allahu, se Allahu do të mbrojë nga njerëzit. Çfarë thot Aisha radhiyallahu anha? Profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, pra në fillim, para se të merrte këtë lloj garancie, shokët e Muhamedit e ruanin atë. Sepse Mekasit nga momenti në moment kërkonin me gjitha mundësit ta ekzekutonin profetin Muhammed. Është e njohur kjo, janë përpjek shumë e shumë. Ama profetin Muhammed e ruanin shokët e tij. Madje edhe kur i shpinën e tij në gjumë. Mirë, por kur zbriti ky ajet kuranor, i tha profeti Muhammed doli, dori kokën jashtë dhe i tha atyre shokëve të tjerë, shkoni, tha, se Allahu ka garantuar mbrojtje. Pra, si ta kuptojmë këtë? Imagjinoni një që gënjen, që gjoja që Allahu i zbret, që Allahu e garanton, që Allahu e mbron, edhe këtë gjithë bota do ta vras, po themi kundërshtarët e tij, ndërkohë që janë rojet aty, e ky ndërkohë është gënjeshtar dhe i thotë, ikni ju se jam i mbrojtur nga Allah. Këtë nuk e thot vetëm një që ka besim më se të sigurt, është më se i garantuar nga Zoti i tij, dhe është më se i sinqert. Pra ikni, thotë, se jam i mbrojtur nga Allahu azza. Nuk ka nevojë të rini afër meje, rreth rrotull meje. Sepse edhe vetëm po të jenë, armiqtë e Allahut nuk kanë të shëmbëjnë, se më ka garantuar Zoti, Allahu azza wa jall. Dhe kështu ndodhi vërtet. Në një ekspedit, si tregon Jabir ibn Abdullah, profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, bashkë me shokët e tij, kur po ktheheshin, qëndruan me një lugin që ishte me pemë shumë. Po ndërkohë që është vap në ato vende është vap, njerëzit për të pushuar në mesdit, kush e kush të gjente një pemë me hije. Edhe profeti sallallahu alaihi wasallam, si gjithë të tjerët, gjete ai dhe një pemë, një hije ku qëndroi. Ndërkohë thotë që ne ishim duke pushuar në gjumë, pra tek pema ku ishte profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shkon një arab, pra nga beduinët mushrik që jetonin aty rreth e rrotull, dhe merr shpatën e profetit Muhammed, ndërkohë që e kishte varur në pemë. Edhe me shpatë e koka, i rrinte me shpatë e koka profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe profeti u zgjua. Edhe i tha, kush shpëton prej meje tani, i tha ky arabi. Allahu, tha profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe bëm i ra shpata nga dora. E mori profeti Muhammed. Po tani kush shpëton ty prej meje? E mori e çoi për dorë tek shokët e vet. Edhe ai ul, se tani ishte dorë profetit. Tha ky, tha, kështu e kështu. Ai isha në gjumë e erdhi. Dhe Allahu mbrojti prej tij, tha. Edhe e fali profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, normal, po kjo ngjarje tregon që vërtet Allahu azza wa jall e ka ruajtur profetin Muhammed. Jo vetëm kjo, po një ngjarje, dhe kjo është e fundit inshallah, që e vërteton më së miri këtë, është dhe betejë e Hunenit. Në betejën e Hunenit, kur profeti jon sallallahu alaihi wasallam bashkë me sahabët u gjetën në prit befasishme nga banorët e Taifit dhe ta sulmuan befasi, u shpartallon njerëzit, se normal kur të vjen diçka e befasishme, edhe u tërhoqën gjithë. Vetëm profeti sallallahu alaihi wasallam dhe disa pak nga shokët e tij pastaj më vonë, më pas, nuk u tërhoq. Jo vetëm nuk u tërhoq, por profeti Muhammed domon me mushkën e tij shkonte përpara. Ata ishin njerëzit, ai shkonte drejt tyre. Shkonte duke thënë këtë fjalë: Ana an-nabiyyu la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Thot, unë jam profeti, nuk jam gënjeshtër, unë jam biri i Abdul Muttalibit. Pra çfarë do të thotë kjo vëzën? A ti po shkon drejt një vdekje të sigurt. Jo vetëm kaq, po zbret edhe nga mushka, që ato mushrikët ta kenë edhe përballet drejt për drejt me ta. Pra kishte siguri plot se ato nuk e gjën gjë. Se Allahu i ka dhënë garanci. Edhe kush mund ta besojë te vetvetja e tij një gjë kaq të madhe, vetëm ai që është i sinqert në lidhjen e tij me Zotin Allahun azza wa jall. Kështu që vëllezër,
nuk ka pikë dyshim, ne nuk është se kemi dyshim te profeti jon që ai është i dërguari i Allahut. Por kjo duhet ngulitet mirë në zemrat tona, në shpirtet tona, në mendjen tonë. Dhe faktet për këto janë të shumta. Unë sot u mjaftova vetëm me një aspekt, sinqeritetin e tij, po ka edhe fakte të tjera që vërtetojnë që ai ishte i dërguari i Allahut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pas falënderimit Allahut Azza wa Jalla dhe salavatet për profetin ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ne si besimtar musliman e kemi detyrë që të besojmë në çdo gjë që na ka lajmëruar profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nga ato që ka ndodhur në popujt e mëparshëm, të hershëm, apo ato që ndodhen gjatë tyre viteve që ka qenë Islami dhe ne jemi në gati në shekullin e 15 të tij, po dhe ato gjëra që do të ndodhin deri në Kiamet. Nëse kanë ardhur të sakta nga profeti Muhammed, duhet i besojmë gjitha. Gjithashtu, ne duhet jemi të gatshëm dhe të nënshtruar që ato gjëra që na urdhëron profeti jon Muhammed t'i zbatojmë. Se ato është sikur t'i kemi urdhër nga Allahu. Nga ato gjëra që ndalon profeti Muhammed, duhet të distancohemi, të largohemi dhe të bëjmë adhurimin, ibadetet tona, ritualet tona fetare, duhet i bëjmë ashtu siç profeti jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam i ka bërë. Allahu thot Kur'an: Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahu dhe melekët e tij dërgon salavate mbi profetin, kështu që ju që keni besuar, çoni salavate dhe selame tek tij. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Gjithashtu thot Allahu në Kur'an: Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون